që mos t'i dëshprojmë tash edhe vajzat e reja që kanë agjeru vetëm pjesën sa kanë mujt, nashta 20 dit, 25. A ju numërohen që ato dit që i kanë agjeru nëse si kanë kompenzu këtë dit e munguara? Po, pa tjetër, ajo është, do më thonë, e sigur që çdo njani që agjeron, kryen një adhurim për hatër të Zotit, nuk e bën sa përsye faqe, ajo pranohet. Edhe bile me dyshu apo me mendu ndrysh, është një lloj kati. Sikur disa të reja thrasin, po hoxhën e lutat Zotin me mbashku me këtë djalën nuk mu realizue. Unë i thëmë, tu ka realizu kërkesa, po jo hoxhë jena nda, jo ka qenë mirë për ty. Se Zoti ka ditë që ajo është njëri jo i duhuri për ty. Avanturera, po e diune që ka qenë aj. Edhe Zoti ka ditë që ti nuk e meriton që atë burë. Nuk është aj për ty. Nuk është i duhuri, edhe s'ta ka mundësue. Për ata, nuk duhet pa tjetër me mendu se çfarë do që ti lutesh, do të më të realizu ti qysh dëshira. Ti lute Zotë, o Zotë, unë po aplikoj me u punësu në kanal 10. Nëse është mirë për mua, për profesionin tim, për misionin tim, për familjen time, për jetën time, për botën e për teme, mund sama. Nëse nuk o mirë, largom. Nështë atë largom për i këtu të Channel Al Jazeera, në CNN, dikun tjetër. Po, kismeti për i ki. Edhe jap kontribut edhe ma shumë ati. Po, shumë e qartë, ja.